e Kosovës, ajo e cila po deklarohet lidhur me krejt këtë zhvillim. Kemi demonstru sonde në mbrëmje për mes kolegëve të me, në me gjithë deputetëve, që LDK-ja ka prit, ka kërku dhe ka ftu sonde deri në ora 00 mes natës, në mënyrë që të ruhen afatet kushtetuese, të ruhet fryma kushtetuese, të ruhet germa kushtetuese, të ruhet standardit që kemi mërri tash sa vite, duke qenë edhe udhëheqëse e institucioneve në Kosovë, duke qenë bashkëpjesëmarrëse në historinë tonë politike, edhe sot dhe asaj dite ne besojmë që duhet të vazhdojmë të jeni gardianë të Republikës. Ne deputetët zgjedhur kemi mandat dhe kemi përgjegjësi para njerëzve, para qytetarëve tonë që të avancojmë jetën, mirëqenjen, prosperitetin, t'japë me besë e shpresë kësaj Republike, por sonte jemi ardhë dhe jemi gardianë të Republikës, është dashë që të ftohet seanca, jo vetëm nga kryesuesi si më i vjetri me mosh, apo më e reja me mosh, që kanë qëndu kësta ere, po nga partia e para. Sa i takon që me hapë rrugë, me respektu rendin kushtetues dhe me i ftu deputetët në që me konstitu organet e Republikës. Gjazili, a do të shkoni nesër në seancën e thirrur nga kryesuesi dhe po ashtu nëse konsideroni shkelje kushtetuese, do të inicioni procedurë në gjykatën kushtetuese për këtë çështje? Unë nuk konstatova shkelje kushtetuese. Nëse konsideroni. Natyrisht që nesër grupi parlamentar i LDK-s takohet paradite. Ne ftesën sot e kemi marrë për nesër në oranin 11 nga kryesuesi i kësaj legjislature, i cili sigur edhe vitin e kaluar në analoge po sillet ka shi të tjerëve. Por LDK-ja qëndrimin e vetë ka të qartë. Është dashur më thirr seanca sot, është dashur më mbyll sipas kërkesës kushtetuese krejt organet që procesi zgjedhor ka shkaktu. Zoti nuk është hera parë, është hera tretë për sa muaj, po del që vullneti qytetar po vendoset në pikpyetje, po lëndohet demokracia. Ne nesër do të takomi prapë paradite dhe në përputhje me kërkesën politike do diskutojmë për rendin kushtetues. Natyrisht që ne nuk mohojmë, nuk refuzojmë në asnjë mënyrë që institucioni dhe demokracia të lëndohen në Kosovë. Ne do të sillemi karshi ftesës në mënyrë institucionale edhe përgjegjja jonë do të jetë me kohë. Zotaziri, cila është përgjigje për deklaratën e zotit Kuti gjatë ditës? Që ambicjet e LDK-s janë shpërputhje të plot me rezultatin që nuk mund të asyronit presidentin me 18 vete? Ka pas shumë deklarata, sot edhe ditëve tjera. Ne vazhdojmë me besu që në përputhje me vullnetin qytetar do të implementohet rezultati. Kjo është më rëndësi. Nuk po flasim për fuqi politike dhe proporcionale apo jo në këtë raport. Me vetë faktin që jenë bisedime me një parti politike dhe bon ftesa për partitë politike të kanë qartë që nevoja e bashkëpunimit nuk është vetëm vullnet politik, është prim kushtetuese. Atëherë pse ka pas nevojë ne mu taku disa herë për me implementuar rezultatin zgjedhor, nga dëshmëria jonë për me bashkëpunu ka qenë, është dhe mbetet e tillë. Atëherë na ke ftu, ne jemi ardhur. Dhe është e pritshme ndoshta që politikisht me konzumu bashkëbiseduesin, por nuk është të ndershëm politikisht. Zotri Gjazili, pse gjatë ky insistim për postin e presidentit nga ana Lidhjes Demokratike të Kosovës? Nuk është insistim, është kërkesë e cila kërkon balancim të institucioneve. Po, por zoti Kurti ka ofru bashkëqeverisje duke thonë që... Por për shembullit tonë, t'ja kujtoj edhe juve dhe popullit të Kosovës, për shembullit tonë, kur LDK-ja ka insistu dhe ka qenë parti në pozicion me morë presidentin, ka qenë e kujzume dhe politikisht o shpajtu që duke e morë me ushtru në 2 raste postën e presidentit, a dini çka ka dhonë? E ka dhonë kryeministrin. Partisë dytë, herën e parë, partisë tretë, herën e tjetër. Ne nuk kemi morën institucion vetëm për vete. Kur e kemi morë presidentin, e kemi dhonë kryeministrin. Ne nuk po diskutojmë për pozitën e kryeministrit, sot po diskutojmë për balancim të rolit tonë, dhe nëse ju, ose partia e parë, ka qeverin, atëherë duhet të balancon që me partnert që banë marrëveshje, posti presidentit është unifikus. Momentin e parë që zgjidhet një president me 80 vota, me 2/3,
ajo është konsensual, ajo është jo partijak, ajo është jo partijak, edhe e merr kushtetutën në shetulla dhe e zbaton vetëm kushtetutën. Është i të gjithëve, punon për të gjithë dhe e ruan randin kushtetues. Ajo është përfaqësues, i cili ajo, në këtë rast mos bëj diskriminim, i cili e zbaton të drejtën e të gjithë qytetarëve të Republikës tonë pa dallim etnie, moshe, gjinie, dhe ne jemi dëshmuar që në bashkëpunim jemi korrekt, e zbatojmë marrëveshjet, e mbi gjitha zbatojmë kushtetutën dhe ligjin. Zgjatëri edhe një vonë. Është lakura me juaj si një prej pretendentëve apaj që mund të propozojë prej LDP-s për ta marrë pozitën e presidentit. Është vërtet që diskutuar edhe me kurtin kjo çështje dhe cili ka qenë qëndrimi i një së po. Nuk është e vërtet. LDK kultura e politike na ka mësuar edhe sot e rujmë që asnjë emër nuk lakohet pa rrënë një marrëveshje. Dhe po ashtu ne jemi lojal në qëndrimet tona politike, në propozimet tona politike. Ne nuk kemi marrëveshje, për pasojë nuk ka asnjë emër që lakohet për asnjë lloj pozicione. Është e pandeshme ndaj njerëzve dhe ndaj atyre që lakohen emra në situata të tilla sepse nuk ka marrëveshje. Derisa nuk ka në marrëveshje, nuk ka as emra që lakohen. LDK ka një grup të deputetëve prej 18, të cilët sillen në mënyrë të jashtëzakonshme si burrshtetas, si gra burra, që e dojnë shtetin, e dojnë Republikën dhe i japin gjithçka prej tyre duke u afruar dhe duke ushtruar rolin e vet, po na nuk pranojmë mund denigru. Të tjerët njanshëm mund na shohin ndryshe në dioptrinë e tyre, me syzat e tyre, problemet e tyre, po na as e kemi pranuar politikën e denigrimit, as nuk e zbatojmë politikën e denigrimit. Për ne kolegët janë të vlerësuar, janë kontributantë, edhe mbi gjitha janë legjitim, kanë marrë legitimitet qytetar, kështu që emrat e përvetshëm dhe për emrat përvetshëm LDK-ja as nuk bën probleme, as nuk kushton probleme, as procese. Ne jemi këtu për me mri një marrëveshje parimore, e cila vendet i jep stabilitet dhe normalitet politik, përfundimisht. Kjo është oferta jonë, kjo roli jonë. Në të kundërtën, çka kemi bëna, kemi shkaktuar proces politik në cilën mandej LDK ulet diskuton dhe përtej neve ky proces politik mbrin qëllimet. Atëherë kur ne shkaktojmë procese politike, unë jam i bindur që kthejmë besim, realizojmë jo vetëm dëshira, po edhe ëndra njerëzve. Ne nuk kemi ndryshuar asgjë deri sonte. Zotri Aziri, pas deklarimeve të sotme të zotrit Kurti në konferencë për media, a e konsideroni kapitull të mbyllur bisedimet për gjatë ditëve të vjetër? Dialogu është arma e vetme edhe e fuqishme LDK-s, cilën tash 37 vjet ne kemi fitu. Nuk i ndrojmë mjetet tona politike me mjetet e partisë parë dhe të vendosjes as partive tjera. Ky është vokacioni jonë, ka qenë dhe ka mbet gjithmonë. Ne dialogun, marrëveshjen politike, bashkëpunimin politik, pragmatizmin politik, gjithçka që është në interes të Republikës ne jetë gatshëm me ofru, por jo as me armë politike, as me fjalor politik, as me cilët politike të tjerëve, as nuk garojmë, as nuk bëjmë marrëveshje. Eldraziri, me qenë se keni arë në parlament dhe disa prej deputetëve të shok nga Partia Demokratike dhe nga Aleanca tentuan që të futeshin në sallën plenare, megjithatë dera ishte mbyllur. Si e vlerësoni këtë pjesë? Blerë ta them një çështje me që jam nënshkruar si deklaratës, unë Armendi jena këtu, kolegët e me, që ka nënshkruar deklaratën, Albena, Altoni, kodë vot për me nënshkru. Salla plenare e Kuvendit të Republikës nuk përfaqëson vetëm, po garanton sovranitet Republikës. Këtu mbrohet, këtu ruhet, këtu zhvillohet sovraniteti i Republikës. Dhe ne rujmë me besim edhe me përkushtim këtë objekt dhe këtë sallë. Nuk ka vetëm vlera sentimentale për ne, po është atribut i sovranitetit të Republikës. Është mirë që dyrt për deputet me qenë të hapën atë gjithmonë. Unë nuk njoh deputet nga radha jonë që edhe kolegëve të mi, deputet të zgjedhur, që hyrën atë sallë për motive tjera. Nuk ka pas tendencë pushtimi, as nuk kemi tendencë me pushtu sovranitet duke hyrë në sallë për një agjendë politike. Kështu që mbyllja e dyrave për neve është mbyllje drejtësor me rujt sovranitetin dhe kushtëtshmërinë e kësaj republike. Në armë me rujt, jo me cenu. Mbyllja e derës është frikë,
Ne kanë mbyllë derën politikisht për bashkëpunim, po mbyllën derën për dialog, po mbyllën derën për përfaqësim, edhe për gjitha ato vlera që ne përfaqësojmë, për kërë nuk është problemi unik, është problemi atyre që kanë vendosur çelësin derë. Ata duhet me mendu nesër se si duhet me zhvillu dhe me rritë këtë sovranitet më shumë. Që kanë mbyllë derën për bashkëpunim, e thatë kështu, a i një bërë pishman që një besuar në Samiri Kurtit për të takuar, në qëse s'ka pas kritika për të çështje. Sa herë që ftohemi, kemi mu taku. Edhe pas kësaj dite? 24 orë, 7 ditë javës, dhe dhe këja ka mu taku. Bashkëpunimi për neve është vlerë, nuk është dopsi. Për ata që shojnë dopsi bashkëpunimin, besoj që koha i ka demantu. Ne do të vazhdojmë me bashkëpunu. Me gjithë ata që në frymën e kushtetutës e Republikës tonë, agendën e zhvillojnë, e ndërtojnë, e erujnë, e zhvillojnë, e ndërtojnë. Nuk shoh opcion dhe LDK nuk shoh opcion tjetër. Lumer Abdëgjiku ka përfaqësuar LDK-n dhe interesin e kësaj Republike në këtë frymë, nuk janë biseda të lehta, nuk ka biseda të lehta. Po shpresoj shumë që nga biseda do të kalohet në negociata dhe du të trajtojnë seriozisht këto raporte që ne i kemi, sepse çdo durim me ka edhe fundin e vetë dhe të sosën edhe këto raporte. Kështu që opcioni i zgjedhjeve të jashtëzakonshme për herë të katërt për neve nuk është opcion që duhet me e ofru në të nuk është, por neve nuk në frikon kështë. Faleminderit natën e mirë. Zotëri Aziri, a është e gatshme LDK me dhënë një emër jashtë partisë për çështjen e presidentit? Se jashtë partisë? Cili është qëllimi jashtë partisë? Nëse ka një marrëveshje politike, për parime politike, ne parimet e kemi vendosur tavolinë, në kuadër parimeve jam të bisedu. Cila është arsyeshmëria për të kësaj, sepse jo keni dëgjuar nga kryetari i partisë parë arsyeshmërinë për një emër konsensual. Cilët kanë qenë emrat konsensual që janë ofruar deri tash? A keni ju një emër konsensual jashtë partisë? Po ne jemi për një emër sipas marrëveshjes LDK-LBV. Kur je në këto parime, atëherë erun këtë parim. Nuk mundemi ne me bë marrëveshje për palën e tretë, ose për një palë tjetër krejt. Kushtetuta jonë është shumë e qartë dhe në këtë frymë unë mendoj që duhet më bë një marrëveshje me gjithë ne, ose një marrëveshje pa ne, këtë në rregull ne jemi, në fundit, roli opozitar është i garantuar për secilin prej neve, 4 role kemi, e kemi pranuar, e ushtrojmë në mënyrë më ndershme, pa bë pengesa politike, por nuk mund të ndalë askush që agendën për Republikën me çupërbara. Për atë sa kemi të drejtë, për atë sa kemi fuqi dhe për atë sa na njeh rolin shpëtar të Republikës. Natën e mirë, faleminderit shumë. Gjithçka për Republikën. Me ta borxha fet, nesër mëngjes. Faleminderit shumë. I gjatë në këto deklarime para gazetarëve në hollin e Kuvendit të Kosovës, Lutfi Aziri, nën kryetari i Lidhjes Demokratike